rol, ai është në rol, është në rregull. Sa kohë që është në rol, o zoti kryetar, unë nuk kam dëgjuar në fjalën tuaj që ju t'i keni refuzuar të drejtën zotërisë për të bërë interpelancë. Ky teatri që sapo dëgjuam është i pabazuar rregullore. Ju nuk refuzuat të drejtën për të bërë interpelancë. Ju zbatuat kushtetutën dhe traditën parlamentare. Kushtetuta dhe tradita parlamentare, zoti kryetar, të thotë që kryeministri ka të drejtë ta delegoj. Kam 21 vjetu. Kam kërkuar 40 interpelanca me ata aty. Nga të cilat vetëm 2 janë bërë me atë. 38 janë bërë me ministrat që ka deleguar zotëria. Edhe ministri marrë dhe parlamentin, edhe zëvendës kryeministri e tjemra. Tani zotëri, Kushtetuta e Republikës i jep të drejtën kryeministrit të delegoj. Dhe në rastin fjalë, është se s'po të përgjigjem ty faron. Pushoti se s'tys të kam refen e fare, po flas me kryetarin e kuvendit. Ty shko merro me Lulin ti, fërkoje se po foli Luli iketi. Baje mirë me Lulin, gjo mua se di shumë Luli si sillje çanta ti. Mua të merresh ti? O zotëri, tani sepse ajo teatri sot i pandodhur prap në 30 vjet që çohet ky dhe çon me buton ja 10 nga këta. Çoni ju tak 10 u çon këta. Çfarë është ajo? Ku është para ajo që u çuan 10 këta edhe u plotsuan 10 firma? Ku është para kjo? Si është kjo punë? Kshu jepni firmat ju më? Kshu jepni firmat ju? Me të shumën goma? Po çoni njerë na mbështesin nga 28 jetë. Çoni 28, shi bëjmë i kandidat. Agron Sheja i kandidat për avokat populli. Çoni. Pse s'çoni ju? Tani të lutem shumë. Kemi 3 orë këtu presim interpelancat. Vjen ministrat marrin interpelancat. Interpelanca zbëhet. Pastaj do të respektohet rregulloria. Deputetët e Partisë Demokratike i çon goni me buton. Prandaj zoti kryetar, megjithatë, përsëri për t'ju mos ju vënë ju në pozitë, ka një nen tu që interpretuesi fundit e rregullores jeni ju, po e respektoj atë që vë thatë ju që ta hidhin votim, diçka që nuk hidhet në votim, por po ta them zoti kryetar dhe ta dini, interpelanca sot quhet e ezauruar, që t'jemi të qartë. Interpelancë tjetër për këtë çështje nuk ka. Faleminderit shumë. Procedura